Dua Lipa e ka padit kompaninë Samsung për keqpërdorim të imazhit. Qysh ja kanë keqpërdorur imazhin? Ata, pa pëlqimin e saj, e kanë përdorur fotografinë e saj në modele të ndryshme të televizorëve të cilët janë shit në komplet Amerikën. E për këtë shkelje, ajo i ka kërkuar $15 milion. Para mendo, $15 milion. Që so shumë ka rëndësi me i ditë të drejtat e tuja. Na dim që krejt Dua Lipa s'jemi, po prap se prap edhe si qytetar thjesht kemi shumë të drejta. Që mdokët shumë pak i dim, apo dhe nëse i dim, na veç i ignorojmë, se na nuk jemi mësu me jetu, po jemi mësu me mbjetu. Tu fillu prej përditshmërisë, e heq pa shku te imazhi ajo kjo. Na vënë se mu marr me veten tonë, me punë tona, na vazhdimisht të merremi me çka? Me partitë politike, çka buni kë, çka buni ai. Edhe pse na jetën nuk e kemi kërkun, na prap shtyhen për parti. E në vend se mi shiku gjanat në interesin ton personal, me shiku qysh mu ka përmirësu cilësia e jetës, apo nuk mu ka përmirësu, pavarësisht partisë e pavarësisht personit. Po instinktivisht merremi me tema të cilat e pasurojnë komplet tjetër kënd. Na s'kemi faj se çështo është zinxhiri jon traumatik. Shoqënia jon të kalunën nuk ka jetu, përveç ka mbijetu. Por ekziston koha kur që ky zinxhir duhet me u kput, e mendoj që tash është koha ideale na me e bu qëto. Secili prej nesh me këshur mu avancu individualisht për veten e vet, se shumë ma lehtë për ne është mu marrë vesh me një synim, ajo është synimi jonë, e jo me synime cilat lidhen me tjertë, qysh është politika në këtë rast. Shkurt, mas mirti me i dit drejta tona edhe me dit mi kërku ato.